Prandaj keni kujdes. E sidomos nëse janë hoxhallah, e fëmijët e tyre bëjnë si faqe zëllëke, njerë për hoxhe. Nëse është besimtar, musliman, nëse është haxhi, e bia e tij del në qytet duke zbulu kërthizën, i njerëja i haxhi. I njerëja i hoxh, i njerëja i besimtar. Anche din ata se tha Resulullahu sallallahu alaihi wasallam në hadith, e që këtë hadith e kemi pjek në familjet tona. Tha Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, men ra'a minkum munkar falyughayyirhu bi yadihi. Kush e sheh prej juve një të keqe, le ta ndroja atë me dorë. Fa in lam yastati' fe bilisani, nëse nuk ka mundësi të ndryshoj ato me dërë, unë të flet me gojë, dhe të të mos, daloj, haram, nuk bën, fe in lam yastati' fe bi qalbihi, wa dhalika adhafu l-iman. Po nëse nuk mundet as me gojë, bilen e ta urej me zemër, edhe pse që ky është imani më i dobët. Po nëse haxhia knaqet me vajzën e vet që del ashtu, e hoxha, e ai që falet, wallahi nuk e di ka iman. A është imani tek ai apo s'është? Prandaj nuk kemi qef haxhia më kallzu ders. Haxhia më kallzu ders, hoxha kështu, mi thon haxhi, nuk kam nevojë për dersin tënd. Qërë familjen tënde, qërë vajzën djalit, le të veshën pak, le të mbulohen, e mu des nuk ka nevojë më të rështë. Prandaj, keni kujdes, nga se kjo është deri dhe morali juaj, namaz juaj, ruani deri. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ثم يستغفر الله اللهم يفعل